Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhi Ramazani 2025, i cili organizohet nga Bashkia Fetare Islame, gjithësisht Muftinia e Tetovës. Jemi në xhamin e re të fshatit Slatin, do të bisedojmë rreth një ngjarje e cila ka ndodhur në natën e 17 të muajit Ramazan, po në të njëjtën natë të cilën ndodhemi ne, pra betejë e Bedrit. E kemi misafir hoxhën e kësaj xhamie të bukur, me të cilin do të diskutojmë rreth temës betejë e Bedrit. I nderuari hoxh, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Atëherë, cilat ishin shkaqet e betejës së Bedrit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. S'pari më lejoni që t'ju përgëzoj për këto aktivitete kaq të bereqeshme, e lusë Allahun xhaleshanuhu që të shpërblej me të mirat e tij. Sa përket shkaqjeve të luftës së Bedrit, janë di shkaqje, di arsye ose di sebepe kryesore. Sebepi i parë është patrulla të cilën e dërgoi pejgamberi alayhi salatu wassalam nën udhëheqjen e Abdullah ibn Jahshit, pra e përbërë prej 8 personave që të shkojnë prej Medines në Mekë, që të vëzhgojnë Mekasit se çfarë po planifikojnë për muslimanët në Medinë. Derisa kjo patrull arriti në vendin e quajtur Nahl, pra ishte një vend ku kalonin karvanët e tregtarëve, në atë moment kaloi një karvan i Mekasëve dhe Abdullah ibn Jahshi nuk arriti që ta mbajë vetveten e tij dhe e vrau udhëheqësin e këtij karvani, pra udhëheqësin e karvanit. Dhe kjo ishte, ti themi, ajo nxitja e parë e cila filloi që të përkeçësohet gjendja mes muslimanëve të Medinës dhe mushrikëve të Mekës. Normalisht mushrikët e Mekës filluan me propagandat e tyre, sepse kjo vrasje ndodhi në muajt e shenjtë, pra në muajt ku ishte ndaluar vrasja. Dhe mushrikët filluan me propagandat e tyre dhe me fitnet e tyre se pejgamberi ose Muhamedi e ka shkel një traditë të cilën e kemi pas ne. Pra e ka bën një vrasje në muajt ku ka qenë ndaluar vrasja. Dhe si përgjigje Allahu xhaleshanuhu e zbriti ajetin kuranor ku thot: O Muhammed, thot të pjesin ti për vrasjen, për luftën në muajt e shenjtë. Thuaj se padyshim lufta në muajt e shenjtë është mëkat i madh, por pengimi i muslimanëve që ta besojnë Allahun xhaleshanuhu, dëbimi i muslimanëve nga qabja është mëkat edhe më i madh. Po ashtu thot Allahu xhaleshanuhu në vazhdim, fitnja të cilën e bëjnë mushrikët është mëkat edhe më i madh se vrasja. Pra mund t'i themi se ky ishte sebepi ose arsyeja kryesore, shkaku kryesor i fillimit të kësaj lufte. Shkaku tjetër ishte mbetja e cila muslimanët pasi që u larguan prej Mekës për në Medinë e bën hijretin, nuk kishin mundësi që t'i marrin mallrat të cilët i posedonin në Mekë, dhe i lanë të gjithë mallrat në Mekë. Ndërsa mushrikët e Mekës e përgatitën një karvan prej 1000 deveve të stërngarkuar me mallra, dhe shumica e mallrave u përkisnin muslimanëve të cilët i kishin lënë në Mekë. Dhe kjo ishte arsyeja kryesore e fillimit të kësaj beteje, pra di arsyet kryesore të fillimit të betejës së Bedrit. Si vijoi zhvillimi ose përgatitja të dy palëve, pra mushrikët dhe muslimanëve gjatë luftës së Bedrit? Lufta e Bedrit e ka marrë emrin lufta e Bedrit ose beteja e Bedrit sepse është zhvilluar në një vend i cili quhej Bedër. Po ashtu Allahu xhaleshanuhu për betejën e Bedrit e përmendë si dita e Furkanit, dita ku u dallu e drejta nga e padrejta, dita ku u dallu besimi i vërtet dhe besimi i kot. Pra them se kjo betejë ka marrë emrin beteja e Bedrit sepse është bë në vendin e quajtur Bedër. Zhvillimi i kësaj lufte thuhet se ka ndodhur në ditën e 17 të muajit Ramazan, viti i ditë i hijretit, pra ishte viti i ditë pasi që muslimanët u shpërngulën prej Mekës për në Medinë.
Thuhet se ushtria e mushrikëve përbëhej prej 900 deri në 1000 luftëtar. Dhe kishin 200 kuaj me vete dhe 700 deve. Ndërsa ushtria e muslimanëve përbëhej prej 313 ose 314 ushtarëve. Dhe muslimanët kishin vetëm 2 kuaj dhe 70 deve. Pra dallimi ishte shumë i madh, por ai besimi të cilin e kishin muslimanët nuk i ktheu pas. Ndodhi të cilët kanë ndodhur gjatë kësaj lufte, pasi që pejgamberi alayhis salatu wassalam vetë e pa dallimin e ushtrisë të palës kundërshtare dhe ushtrisë së vet, u kthye në tent dhe e luti Allahun xhaleshanuhu me një lutje shumë të madhe dhe i tha: o Zoti i gjithësisë, nëse do të shpartallohet kjo ushtri, nëse do të shkatërrohet kjo ushtri, nuk do të ketë në to kush të adhuroj ti. Thuhet se atë shumë i është lutë Allahu xhaleshanuhu sa që i ka ra gjibja të cilën e mbante i ka ra prej krahut të tij. Dhe u afroi Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe ja vendosi gjibën dhe i tha: o dërguari i Zotit, pas kësaj lutje shumë të madhe, pa dyshim se Allahu xhaleshanuhu nuk ka për të braktisur ti, pa dyshim se Allahu xhaleshanuhu ka për të ndihmuar ti. Pastaj Allahu xhaleshanuhu e përgëzoi pejgamberin alayhis salatu wassalam, pasi që e boni lutjen. Allahu xhaleshanuhu e zbriti ajetin kuranor ku thot: "Estaizu billah bismillah, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin." Thot kur ju kërkot ndihmë prej Zotit, thot Allahu xhaleshanuhu ju përgjigj me një ndihmë prej 1000 melekëve të cilët vishin rresht pas rreshti. Pra Allahu xhaleshanuhu ju përgjigj lutjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i dërgoi në ndihmë pejgamberit alayhis salatu wassalam 1000 melek. Përsëri pejgamberi alayhis salatu wassalam diskutoi me shokët e tij, edhe me ensarët, edhe me muhaxhirët, dhe i pyeti, tha: si thoni tha për këtë luftë ju? Por njëri prej sahabave ja dha një përgjigje shumë të mirë dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam u gëzoi tepër tej mase. Njëri prej tyre tha: o dërguari i Zotit, ne nuk e themi fjalën të cilën ja than Beni Israilet Musait alayhis salam. Dhe Beni Israilet i than Musait alayhis salam: shko ti dhe lufto me Zotin tënd, ne do të qëndrojmë këtu. Ndërsa than neve na kene krahun tënd. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam u gëzoi tej mase dhe e pa se edhe muslimanët tjerë edhe ushtarët e tij ishin të vendosur për këtë luftë. Po ashtu është mirë të seket se kjo llogaritet edhe si një luftë familjare. Pra një luftë familjare. Pse luftë familjare? Sepse ka pasur muslimanë të cilët kanë qenë në krahun e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe familjarët e tjerë i kanë pasur në palën kundërshtare. Për shembull, Ebu Bekri ka qenë në palën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa djali i tij ende nuk e kishte pranuar Islamin dhe ishte në palën e mushrikëve. Po ashtu Hazreti Aliu ishte në palën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa vllai i tij ishte në anën e mushrikëve. E kemi edhe Hazreti Hamzan, i cili ishte në palën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa vllau i tij ishte në anën kundërshtare. Po ashtu e kemi edhe Ebu Ubejd bin Jarrah, i cili ishte në anën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa babai i tij ishte në palën e kundërshtarëve. Një ngjarje interesante, para se të filloj lufta, pejgamberi alayhis salatu wassalam i radhiste safët e ushtrisë, rreshtet e ushtrisë, dhe e pa se njëri nuk ishte në rreshtin e duhur. Dhe ja tërhoqi vërejtjen, i tha që të vendoset në pozicionin e duhur. Dhe kur e pa se përsëri nuk është në vend, e shtiu me dorën e tij. Dhe ki sahabi çka i tha: o dërguari i Zotit, tha: më lëndove, tha, andaj unë dëshiroj që ta marr hakun. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ju afroi dhe i tha: merr hakun. Por ki sahabi tha: o dërguari i Zotit, kur më preket i mua, unë kisha barkun e shpalosur. Dëshiroj që edhe ti ta shpalosish barkin tënd. E shpalosi pejgamberi alayhis salatu wassalam barkun e vet dhe ki sahabi ju afroi dhe e puthi barkun e pejgamberit alayhis salatu wassalam. U habit pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i tha: pse e bën një gjë të tillë? Tha: o dërguari i Zotit, pas pak do të filloj lufta dhe po e parandjej se unë do të vritem në këtë luftë. Andaj dëshiroja që trupi i fundit të cilin do ta preki para se më unda nga kjo dënja të jetë trupi jot. Pra edhe nga kjo shifet dashuria e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Është interesante se para se të filloj lufta, pejgamberi alayhis salatu wassalam
u tregoj shokëve të vetë se kush do të vritet në këtë luftë nga ana e mushrikëve. Dhe u tregoj, tha, filani, për shembull Ebu Xehli do të vritet dhe do të vritet në filan vendin. Dhe të tjerët i tregoj. Dhe pasi që filloi lufta, normalisht prej radhës së muslimanëve thuhet se kanë vdekur, janë vrarë 14 shahid, ndërsa prej palës tjetër janë vrarë 70 mushrik. Pasi që përfundoi lufta dhe përfundoi me fitoren e muslimanëve, pejgamberi alayhis salatu wassalam shkoi dhe i takoi ato kufomat e mushrikëve të cilët ishin vrarë në luftë. Dhe u foli kufomave. Dhe u tha, për shembull, shkoi tek Ebu Xehli dhe i tha, a e gjetët tani të vërtetën? A e pa tani se kush është në rrugën e drejtë dhe kush është në rrugën e gabuar? Omeri radhiyallahu anhu u habit nga kjo fjalë dhe i tha, o i dërguari i Zotit, pa pse u flet kufomave, a ndëgjojnë kufomat? Pejgamberi alayhis salatu wassalam u tha, këto tha po ndëgjojnë më mirë se ju, por e vetmja gjë është sepse këta nuk mund të përgjigjen. Pra kësa do pak ishte zhvillimi i betejës së Bedrit dhe përfundoi me fitoren e muslimanëve. Për skaj shkaqeve që i përmendet zhvillimit ose përgatitjes të dy palëve, padyshim që kjo do të ketë edhe mësimet e saj si betejë. Cilat janë ato mësime? Ka shumë mësime nga betejë e luftës së Bedrit, por do t'i sekim 3 mësime kryesore të cilët neve do t'i marrim dhe t'i zbatojmë në jetën tonë përditshme. Mësimi i parë të cilin mund ta marrim është konsultimi. Kjo gjë mungon muslimanëve tepër në ditët e sodit. Muhamedi alayhis salam ishte i dërguar i Zotit, edhe pse i vinte shpallja, por kur u bë përgatitja për luftë, pejgamberi alayhis salatu wassalam u konsultou me shokët e vet dhe i pyeti si mendoni për këtë luftë. Pastaj përsëri pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe gjatë radhitjes së ushtrisë përsëri u konsultou me shokët e vet se si duhet radhitemi. Pra muslimani nëse merr ndonjë hap të rëndësishëm në jetën e tij të përditshme, është mirë që ta vendos në praktikë këtë mësim të luftës së Bedrit, pra të konsultohet me njerëzit adekuat. Pra është gjë, konsultimi është diçka e cila mungon në jetën tonë të përditshme. Pra mësimi i parë të cilin duhet ta nxjerrim ne nga lufta e Bedrit është që nëse ne marrim ndonjë vendim në jetën tonë, ndonjë hap të rëndësishëm, duhet të konsultohemi me njerëz adekuat, me njerëz të cilët me të vërtet dëshirojnë që të na ndihmojnë neve. Mësimi tjetër është pejgamberi alayhis salatu wassalam pas kësaj betejë e tregoi se sa vlerë ka ditoria në Islam. Normalisht prej mushrikëve kishe persona të cilët ishin zonë rob nga ana e muslimanëve. Dhe çka vendosi pejgamberi alayhis salatu wassalam? Vendosi që ai i cili do t'i mësonte 10 musliman shkrim lexim, do ta fitonte lirinë, pra do të lirohej nga robaria të cilën e kishte. Pra mësimi i dytë të cilin do ta marrim ne, pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon neve vlerën e ditorisë, se sa vlerë të madhe ka ditoria. Mësimi tjetër është çdo herë muslimani ka nevojë për Allahun xhaleshanhu. Muslimani asnjëherë nuk duhet t'i besojë vetvetes së tij. Është e rëndësishme se muslimani normalisht çdo herë duhet t'i marrë shkaqet, sebepet në këtë dunjë, por përsëri duhet kërkojnë ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Muslimanët kur u përgatitën për betejën e luftës së Bedrit, i morën të gjithë shkaqet, të gjithë sebepet. Po çka bani pejgamberi alayhis salatu wassalam? Përsëri ju lut Allahu xhaleshanhu dhe çka i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam Allahut, o Zot na ndihmo, sepse nëse shkatrohet kjo ushtri, atëherë nuk ka kush që të adhuroj ti. Dhe Allahu xhaleshanhu u bëni me dije muslimanëve, zbriti ajetin kuranor ku thot: "Esta'idhu billah bismillah, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum." Thot ju nuk i vrat ata, por Allahu është ai i cili i vrau ata. "Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Ju nuk gjuajtët kundrejt atyre, edhe pse gjuajtët me dorën tuaj, por Allahu xhaleshanhu i cili ishte ai i cili gjuajti kundrejt atyre. Pra, kjo neve na jep një mësim shumë të madh, sepse ka edhe disa shprehje të cilët përdoren ditët e sodit. Asnjëherë muslimani, sot shumica e muslimanëve, ndoshta edhe nga pavetdia, nga mosditoria, e përdorin një shprehje e cila është tepër e rrezikshme për ne si musliman. Për shembull, ka disa prej njerëzve të cilët thonë, mos kishte qenë filani, unë nuk do të arrija këtu. Ose mos kishte qenë filani të më ofronte një punë mu, unë nuk do të mund t'i furnizoja fëmijët e mi. Kjo është një shprehje tepër e rrezikshme,
sepse atë filanin e do të adim se e ka dërgu Allahu subhanahu wa taala. Dhe mësimi më i rëndësishëm është kjo, se ne çdo herë jemi nevojtar për Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç i kërkojnë ndihmë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu xhaleshano në betejën e Bedrit, po ashtu çdo herë ne do të kërkojmë ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Pra këto janë 3 mësime të bazë, ka edhe tepër mësime, po na mjaftojnë neve këto 3 mësime që të praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Shpresojmë që këta mësime dhe këtë mënyrën e shpjegimit kaq të bukur të kësaj betejë ta kuptojmë ne si musliman dhe të marrim mësimet e kësaj betejë dhe për fund nderuara mundet një mesazh për shikuesit tonë. Për fund, unë dëshiroj që kjo të cilën po e tregom në tash mos mbete si një histori, si një tregim historik. Ka ndodhur lufta e Bedrit filan datën në muajin e Ramazanit, mos mbetet si një tregim historik, por këto mësime të cilët sapo i përmendëm ne, të mund të zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Besoj se vetëm në këtë mënyrë ne do të kemi sukses. Vetëm në këtë mënyrë nëse këto mësime i zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Dhe për fund, të gjithë agjëruesve u dëshiroj agjërim të lehtë dhe lutem Allahun xhaleshanu që të na pranojë agjërimin të cilin po e bëjmë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit edhe që ishit pjesë e këtij emisioni. Allahu xhaleshanu të jep jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese në misionin. Shumë faleminderit edhe për juve për ftesën. Të nderuar teleshikues, ju urojmë një agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit. Deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.